është me standardeve njëse që është Koela. Pra, këtu asnjë fjalë. Keni paqë raporti ndalet në mënyrë të përsëritur tek investimet strategjike, tek vjedhjet me investime strategjike dhe kërkon listën, publikimin e listës. Një gjë u them. Pas ndërhyrjes Bashkimit Evropian në vitin 2024 janë bërë amendime. Është kaluar një ligj, është kaluar ligj për PPP-t. 10 PPP janë firmosur nga Edi Rama në kundërshtim flagrant me ligjin. Pa e përfill fare ligjin e miraturën në qeveri. Ka. Do më falni, dje, ky zotëri, pasi unë bëra publike, të dhanat e marra direkt nga Open Tender EU, nga një organizat e cila ka shqyrtuar të tenderat e 38 vendeve të Europës, ndër të cilat sigurisht vendeve të Bashkimit Evropian. Çfarë thot kjo? Kjo tregon, kjo fillon nga viti 2010 që ta din çdo qytetar. Dhe çdo qytetar, dhe i lutem mediave, në mënyrë të veçantë, të klikoj tek opentender.eu/al/dashboards integrity. Të klikoj. Çfarë do gjej? Do gjej këtë grafik. S'është i Sali Berisha, ky është i Open Tender. Kur Shqipëria në vitin 2010-2012, pasi është analizuar çdo tender, çdo kontraktim, çdo fitues, çdo i përjashtuar, del me integritet me 80 pikë. 2010-2012. Se 13 është mes, e joni dhe atyre po. Urdhoni. Si zbret në mënyrë të vazhdueshme dhe përfundon në vitin 2026 me 64 pikë. Dhe ky përgjihet me një gjuhë, po nuk i reagoj, sepse ky njeri e ka gënjeshtrën me tapi. Ky ka gënjeshtrën e ka me tapi. Dhe njeri që çdo fjali lëshon një gënjeshtër. Ose, nuk mund të them se e gënjen stafi, po stafi duket se ky vetë po i thahet truri nga droga, e ka shumë të vështirë të orientohet, absolutisht. Se truri rrudhet nga droga, dhe dhe thot, ky shan aty në tender, jo mor zotë, ja, nuk është e imja kjo, nuk është e PD-s kjo, kjo është e Open Tender. EU e Bashkimit Evropian kliko dhe del në fillim. Sa është transparenca? 50 pikë ka transparenca. Dhe si asnjë vend tjetër në 38 vende nuk ka asnjë fitues tenderi transishëm nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përjashtohet, ndalohet për vendet vetëm sa nuk shkruhet tabela, ndalohet për vendet anëtare të Bashkimit Evropian pjesëmarrje. Në një kohë kur Shqipëria nuk ishte vend kandidat, por absolutisht të gjithë tendrat e rëndësishëm, pa përjashtim, ose me një përjashtim shumë të vogël, i kishte me kompani europiane ose amerikane. Ndaj dhe ato, ishtë me kosto shumë më lirë se këto tani, rrugë ndërtoheshin me 2, me 3 milion euro kilometri i autostradave,
tunelet ndërtoheshin me 8-9 milion euro kilometri tunelit, rrugë normale, rrugë si kjo e Arbrit ndërtoheshin me 2-3 milion euro kilometri dhe jo me 11 milion si sot. Plus, del aty, të ky web, del Olsirama Gjoka, kompania me 400 milion euro tendera. Pra kjo qëndron të pasturkut të Llogaras, Dubise, keni parasysh tani si dalin lidhjet? Dhe ky i them edhe njërë, se ka përdor një gjuhë domethënë të dej vetëm për veten vet, i them se mashtrimet nuk do mund të mashtrosh as Shqipërinë, as Europën. Ti vërtet ke tapin e gënjeshtrës, por ç'është të vërteta, koha jote ka marrë fund dhe po merr fund. Të dashur deputete, ju e pat sjelljet prej gangsteri, prej kriminali me urdhër të Edi Ramës, të Skënder Ballukut dhe disa eksponentëve të tjerë të narkokrimit në polici. Por këto i kemi denoncuar dhe këto vetëm sa rrisin më tej vullnetin e të gjithë demokratëve për të mbrojtur kauzën tonë të pamposhtur gjerën fitore tonë. Po këtu tani do t'u jap për ju dhe për qytetarë shqiptar, unë do lexoj një dokument në cilin faktohet se çfarë shpifarak dhe mashtruesish me çfarë shpifarak dhe mashtruesish kemi të bëjmë me Edi Ramën dhe Skënder Ballukun. Ndëgjuat ju që media Sokol Balluku, Carlo Bolino Mafiosi dhe Adriatik Doçi, zëdhënësi i Linda Surrelit, Linda Rams, u vërsulën me tërbim se pas kim kontraktue qytetarë të huaj dhe kanë dëshmuar qytetarë të huaj se i kemi kontraktua ata për të hedhur mjete piroteknike dhe zban zbulimin e madh se 3 qytetarë të huaj kanë dëshmuar në polici këto dhe këto dhe këto. Pas sigurisht të gjitha këto nga zyra e Rams të dala, debatet mëdha në studiot e tyre të kontrolluara dhe në krye të kësaj stihie mashtrimi qëndrorin Skënder Balluku, Sokol Balluku, i cili ka vjedh 10 milion nëpërmjet ish bashkëshortes tij, që ka ndarë shtratin po jo parat. Imagjinoni ju tani çfarë divorci është ai. Ata janë, edhe ajo është një pseudo, se këta janë të pa konceptueshëm. Se transakcionet janë gjetë të gjitha tek ai, pavarësisht se gjoja janë të ndarë. Kaloja që ka marrë 4500 metër katror tokë me 1 euro, e cila është disa milion euro, a i tjetër që merë porosi, shkon në Surrel dhe merë porosi, këtë shpif, çfarë të shpif, ky Adriatik Doçi, por tani cila është e vërteta që ta ndëgjoni ju, të dashur deputete dhe të gjithë shqiptarët. E vërteta është kjo. Në rajonin e policisë numër 2, shoqërohet në komisariat pasi dyshohet se ka goditur me sende të forta gur dhe tulla në drejtim të forca, i thot pyetje,
Ditën e sotme jeni shoqëruar në komisariatin e policisë numër 2 Tiranë, pyetja që i bëhet qytetarit huaj. Pasi dyshoni se keni goditur me sende të forta gur tulla në drejtim të forcave të policisë dhe objekteve të rëndësisë veçantë, çfarë keni për të thënë në lidhje me këtë ngjarje? Dhe keni thirrur Rama ik. Përgjigja. Duhet deklaroj se unë me shokun tim, shtetasin Busri, kam ardhur ditën e sotme në Shqipëri rreth orës 15. Dhe kemi marrë një apartament me qera në zonën e qendrës. Kemi qenë duke shëtitur nëpër Tiranë dhe në një zonë kemi parë që ishin grumbulluar shumë persona dhe po protestonin persona. Në këtë protest kemi njohur një grua nga Italia dhe kjo grua na ka shpjeguar se çfarë po ndodhte dhe pastaj ngelem aty, drejt në protest. Pas disa kosh, i kam dhënë telefonin tim disa personave që të na bënin foto dhe këta persona na shoqëruan me forcë në furgonin e policisë. Shikoni sa kanë futur agent policisë private dhe tani duhet jemi shumë vigjilent. Ku t'i gjejmë, ku t'i shohim midis nesh, t'ju tregojmë vendin. Shikoni ç'kan bërë. I kam marrë edhe i kanë marrë furt në furgonin e policisë. Në këtë protest thjesht po qëndronin për qef dhe nuk kemi bërë asnjë veprim kundrejt asnjë personi. Pyetje: a keni goditur në drejtim të punojësve të policisë me sende të forta? Ja pra, përgjigje, nuk kemi hedhur asnjë send në drejtim të policisë. Kam marrë sende në tokë, por nuk i kam hedhur në drejtim të asnjë personi dhe kam parë që shumë persona mirën senden nga toka dhe i hidhin në drejtime të ndryshme, po unë jo. Pyetje: a keni gjë tjetër për të shtuar? Përgjigje: gjë tjetër nuk kam për të shtuar dhe proces verbalin pasi e lexova dhe rezultuan thënjet e mia e firmos pa vrejtje. Tani, ky është proces verbali që ta dini ju, ta dini shqiptar. Këta janë ata të kontraktuarit, do më thonë, çfarë tregon kjo? Ky është një skenar i Skënder Ballukut, në mënyrë që ta paraqesë protestën si një protestë në cilën Partia Demokratike ka marrë dhe mersenar për këto dhe për ato. Këta janë të aftë të inskenojnë çdo gjë, por fundin e kanë në turpin e historisë. Edi Rama është gangrena e keqe e këtij vendi që duhet të shkulet sa më parë dhe ne do ta shkulim atë. Faleminderit.